Konferenca ndërqeveritare e 26 majit ishte në fokus të podcastit të kryeministrit Edi Rama këtë të diel. Ai nënvizoi se tashmë vendi ynë ka hyrë në fazën përfundimtare të negociatave. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës së Bashkuar. Kryeministri akuzoi sërish të opozitën, që sipas tij tetoi të bllokonte procesin me qëndrimet e saj. Molotovarët e Tiranës u lshuan të dëshpëruar në një ofensiv të pashoqe energjie negative, u lshuan rrugëve për ta djegur me do e mos Shqipërinë në sytë e botës, gëzonin si fëmijët kur fotot e kazanëve me flak apo të molotovëve të flakadanëve që hidheshin nëpër Tiranë bënin xhiro në median e botës. Mblidh benzinë, hidh bomba artizanale me vandal të paguar. U lshuan po ashtu kanaleve, portaleve të Shqipërisë për t'i helmuar shqiptarët. Mblidh dhe hidh jarg urrëtie politike. Rama bëri me dije se Shqipëria do të përfitojë edhe 49 milion euro të tjerë nga Brukseli në kuadër të planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatesh dhe janë rezultate certifikuara nga Komisioni Evropian të padiskutueshme në objektivitetin e tyre. Shënimet e kësaj jave të podcastit flasim, kryeministri Rama i solli ndryshe, pasi video erdhi nga Tokyo, ku ai zhvilloi një vizitë zyrtare.